qysh në origjinë të letërsisë shqipe kanë dhënë kontributin e tyre, kontribut që ne na kanë dhënë jo vetëm për me zbulu origjinën tonë të vjetër, po na kanë dhënë edhe ta përpunojnë gjuhën mas një pushtimi 5 shekullor të Turqisë. Po vazhdimisht edhe në kohën e rilindjes shqiptare, po disa klerik kanë dhënë një kontribut të shkëlqyer, një kontribut shumë të vyer për letërsitë. Edhe këtu do të përmenim Mjedën, Fishtën, Gjeqovin, Nolin, Pronushin edhe shumë të tjerë, Mas rilindjes, po thuaj, po këta, duke shtu edhe të rinjtë, edhe këta filluan edhe dha një kontribut të madh në letërsinë shqipe. Kjo letërsi, domosdo, është artistike, sepse të gjithë këta që shkruajshin tashmë vonë u përgatiten në shkolla të Evropës perëndimore. 44. Me ardhjen e komunizmit në Shqipëri, po një komunizëm që ishte serboslav, nuk ishte komunizëm një thjesht, po ishte anti-shqiptar, qysh në ngen të vetin, atëherë domosdo që jo vetëm që u zhduk kjo lloj letërsie, po u zhdukën edhe autorët e saj. Ne kemi me qindra klerik shqiptar, nuk thanë vetëm katolik, po ortodoks, musliman, edhe katolik që dhanë jetën, që u vranë, që u sakatruan, që u masakruan prej komunizmit shqiptar, prej atyne emisarëve të Titos edhe të Stalinit. Gjithë Fishta është një shembull i një tragjedie të shëmtuar që u lut në kurriz të popullit shqiptar, të letërsisë shqipe, sepse na dim që Fishta është krijuesi i lahutës së marxisë, edhe dim se lahuta e marxisë është epopeja kombëtare e popullit shqiptar. Aty është e përjetuar e gjithë historia e këtyre shekujve të fundit të jetës shqiptare. Prandaj ata e kanë pas shumë mirë si anëmiq të Shqipërisë e si të kulturës shqiptare që të luftonin Fishtën, sepse Fishta ishte një nga kreatorët, një nga krijuesit e shqiptarizmës. E atëherë duhet të zhdukësh ky njeri. Edhe do ta zhdukësh pa i kishte vdek. Këta jo ishin aq diabolik, aq njerëz pervers, sa që ju delte punë edhe me të vdekurit. Në gjithë botën, pavarësisht i vdekuni nderohet, respektohet. Këta treguan barbarizmin e tyre që nuk mund ta gjesh shoqin as në Bushimanët, as në Hotentotët, as në popujt më barbar të botës, nuk mund të gjesh një krahasim të tillë, edhe një ballafaqim të tillë. Që të qohet shqiptari e të luftoj shqiptarin intelektual që i ka dhënë aq dritë, që i ka dhënë aq jetë, aq hapësinë vendit edhe popullit, ta zhdukesh në atë mënyrë, kjo është një gjë që nuk mund të bëjnë gjithë. Këtë e ka bërë vetëm ai lloj regjimi, siç ishte regjimi i Enver Hoxhës.